komentoj. Kjo problemi kur edhe Kjo ma shumë për oportunizmin edhe, si me thënë, modalitetet e bashkëpunimit tuaj sa për demokracinë e brendshme në AK. Jo, Blerem, adin të një femi shumë gjatë unë e ti. Në e kuptoj ti ki brengën për blerimin. E kuptën, sa herë që e bënë analitë me nëmë ku kom blerimin e isër. A kja vozi as ka bo as i kalkulime, sepse karriera ime është e përmbushur. Dhe nuk kam në i farë rrezikimin, kuptimin që të ndrimi im politik, e të ndrimi im demokratik, e përcaktimi im i fjalimeve ku do në media ose në parlament ose me qytetarë të bazohet me atë se ku jam nesër është. Unë jam një gardian i vlerave demokratike edhe konsideroj që jam përplasë dhe me zotin Ramush Haradinaj edhe të kaluarë, po për brenda kornizave të një përplasje të shëndur demokratike. Unë po pasqyroj një proces jashtëzakonisht të hapur të krijimit dokumenteve. Nuk po them që është perfektja, por është një dokument i cili është ofruar Këshillit të Përgjithshëm, ka hapësirë për inpute, modifikime, orientimet kryesore janë bërë, dhe unë mendoj që diskutimin nga emrat e përvetshëm, se kush është Haki Abazi ose kushdo tjetër, ne duhet të rikthehemi traditës së elaborimit programeve edhe metodave për me tejkalu barriera, izolime e probleme me cilat ballafaqohen qytetari i Kosovës edhe shteti i Kosovës. Sepse të gjithë mund të jetë parëndësishëm. Po. Abazi e kam edhe një reagim nga zoti Visar Xhani. Urdhëroj zoti Abazi. Thatë që në këto zgjedhje është marrë vendim që më rujt gjuha edhe me pas një farloj etike pa pasur polarizim. Sa kemi pas vështirë me u përmbajt kësaj gjuhë dhe këtij kodi për shkak që edhe gjatë kësaj bisede po më duket pak e ki një farë mlefi edhe TVV-ja, edhe besa dhe pak me blerimin nuk është që po mund është let me përbi këto kritikat profesionale ose analizat. Sigurisht pritni nështë edhe një fushat këgjat nëzet, por ju sot do të keni vështirë me u përmbajt. Ana tjetër e keni përjetu edhe listën e VV-s edhe tash të aleancës gara. Ku i një ndi ma komod dhe ku po ndihni ma komod? Tash, pra po them unë, nëse nuk njehni me paraqitjen time, mundeni me po që reagon Boris Johnson për ta mu në debat demokratik. Po ju du të më mësu që kritika e thret kritikën po pa thyrje. Nuk e besoj që e pyeta blerimin e 125 vjetë minimum. Debati demokratik ka të bëjë me argumentim. Nëse po mendon për tonin tem të lartë, nuk e di që po vjen atje në studio, po unë bëjë them që demokracia ka zhurmë edhe ka përplasje të argumenteve, ju duhet të mësu me duru argumentimin edhe kush ju pëlqen që thejet para gjykimit para atë çka është aleanca. Ose çfarë përbën lista, ose çfarë janë individ e personalitetet që janë përfshira aty. Unë nuk jam për me shujt debatin demokratik, e kam ftu edhe Kurtin me 10 herë në parlament, me cilin do të tënë, me orë me diskutu, po për çështje në cilat nuk janë fyrje, nuk janë sharje, nuk janë llogari të Facebookut pa pronor të identifikueshëm që shojnë bazat të nënës, të gruas, të motrës apo të ngjyrosjes. Çato janë për mua të papranueshme. Argumentimi është çështje e nivelit të informacionit, provojës, të ndvështrimet ideologjive të cilat njerëz përcaktojnë parametrat e orientimit të vendit dhe ka të jetë normale e punës e flasin për këto orientime. Na flasim për NATO dhe Bashkimin Evropian, Kurti flet për izolim edhe për plasje dhe bashkinë ndërkombëtare. Për qytetarin është kaq të qartë, apo do izolim e përplasje në amerikan, gjerman, britanez e Bashkimi Evropian, apo po do me qenë i ulur në tavolinë ku përcaktohen fatet integruese të shtetet të Ballkanit. Apo i do 900 milion euro të dedikuara për Kosovën, apo po i do 0 euro me Kurtin për 4 vjet nga fondet e Bashkimit Evropian. Këto janë oferta në tavolinë. Tani vlerimi mundet me po për zgjedhjen për vete, edhe besoj që ka me votu për mund, edhe për aleancën nëse do me hynë NATO me qenë i sigurt. Nëse vlerimi me nën me u bo ushtar i një ushtrie që duhet me mbrojt Kosovën nga Serbia e sulmi rus,
Ndoshta edhe duhet me hynë në konflikt me